Edhe një herë koha ndalon. Edhe një herë luaj Shqipëri-Serbi. Ti që kur hyn brenda stadiumit dhe e di se kush ka ardhur, pra ka ardhur Serbia, pa dyshim që ti atë lloj kundërshtari, sigurisht brenda të gjitha ne dim ti presim pavarësisht të rivalitetit që kemi, ne për mikpritje shquhemi dhe ne treguam edhe në ndeshjen e kthimit këtu në 2015 me Serbin, pavarësisht humbjes, dim të pranojmë edhe humbjen madje, e treguam atëherë, tani jemi absolutisht me një eksperiencë më të madhe, sigurisht edhe serbët edhe ne jemi me eksperiencë, dhe por që nuk do t'i lëm të qetë, s'do t'i lëm të qetë që të luajnë sikur të jenë ata në shtëpinë e tyre. Pra, shtëpia është e jona, fusha është e jona dhe duam ne ta gjuajmë atë penalltin. Sigurisht është presion jashtëzakonshëm dhe të jemi sinqert, edhe pse nuk luaj, edhe un kam pak ankth pozitiv sepse dua që këtë ndeshje Shqipëria ta fitojë në çdo lloj mënyre, edhe me fat, nëse mundësia, pra me një gjys goli, po vetëm të fitohet ndeshja.